Në një farë mënyre demitizoi Hashim Thaqin. Në fakt, Hashim Thaqi, më sa di unë, kur nuk ka thënë që unë kam qenë komandanti i përgjithshëm. Po s'ka qenë. Po dhe isë politik ka qenë. Po. Shtjetë gjë, komandant më kanë qenë tjetë gjë. Ka pasë komandant shtabi atje, ka pasë dhe njerës më të rëndësishëm se Hashimi. Me thënë drejtën, Hashimi u bëj njohur me Rambujen. Me qenë se janë shumë motive. Me qenë se ata që ishin vërtet, nuk ishin brënda Kosovës, o Zvicër, o Shqipëri, se kështu organizuan edhe UÇK-ja. Dhe nuk shkonte që atje të venin njerëz që ishin jo direkt nga lufta dhe u caktua Hashimi. Hashimi është djalëzgjuar, ka qenë i rëndësishëm, por nuk ka qenë ai kryesori. Nuk ishte komandanti operativ në teren. Ja. Ai e përfaqëson të UÇK-n në marrëdhënie me partnerët, me shtetet të tjera, sa herë që duhesh, politik, pjesa politike e problemit, si thosh. Ushtarakët që jepshin urdhrat e mbështetësh janë tjetër gjë fare. Por sot ka ardhur problemi që ku ka ngecur e gjykatë. Natyrisht duke mos e akuzuar dot për ato krimet e mëdha që u diskutuan në fillim. Dhe duke ardhur të kjo që dëshmimtarët nuk po përmendin ndonjëherë emrat e këtyre. Se s'kan qenë as gjikundi këta që mund në skena të tilla që ka qenë dëshmimtar. Dhe nëse kanë bërë në hile, po e themi, jo krim, domethënë nuk e kanë bërë për një dëshmimtarëve. Kështu që tani ka ardhur puna që këta të akuzojnë jo për ato që ishin në fillim, po e akuzojnë për faktin që kishin një ushtri normalisht dhe janë burrën që kosovarët. Fatkeqësisht shumë prej tyre shkruhet në libra, direkt sa mbas çlirimit të Kosovës, jo kështu, jo i bëm kështu, jo i bëm ashtu. Ndoshta edhe duke e fryrë pak aktivitetin e tyre. Dhe tani kanë ardhur te kjo që ka ndodhur ca gjëra. Këta kanë qenë shefa, këta mbajnë përgjegjësinë. Po mbajnë përgjegjësinë nëse do ishin vërtet ushtri e rregullt, pra ka shumë gjëra dhe ka ngesur problemi.